është një sure në Kur'an, nësa Kur'ani i ka 114 sure. E thot 114 kaptina. E cila sure do thotë e ka emrin El Mu'minun. Çka do të thonë ato surja apo kaptina e besimtarit. E duke pas parasysh se të gjithë na jemi besimtarë, edhe i thojna vetit musliman, atëherë nalmi edhe takshina se çka po kërkon prej neve, Allahu atina i kosh me fal. Mas për e herë pra, njeriu kur largohet prej vendindjes vete, ka marrë parasysh edhe në qabe me shku, dhe thot, ka prej të regoj të thot për përvojës edhe prej asajna që ka e kumpohet, dhe thot largohet prej disa adeteve dhe prej disa traditave, vetat të cilat dhe thot i ka. Pse? Po, këto së mjef kërkush mua këta. Aja haxhia në qabe ka shkuar dhe thot, së mjef nuk kërkush. Çka bojnë për shembull një prej gabimeve për shembull çka e bojnë? Shkon në qabe opton me pijama. Ose në xhamin e pejgamberit alayhis salam shkon me pijama. Pse se me pijama ma flat, a xhek. E mi vesh pantallonat e këmishën e aty vjen xhek, atë me pijama. O axhi. Po s'bën me pijama me shku në xhamin e pejgamberit ose në qabe me shku. Hajt para se këtu s'njef kërkush ato. Atë për gjendje do thotë hajt se këtu nuk njef kërkush. Po nuk ka puna atë njef dikush apo nuk njef dikush. Po puna është apo këto se secili njeri kudo që shkon është do thot ambasadori i popullit vet. Do thot është ambasadori i popullit vet. Edhe ne si muslimanë, të cilët do thot kemi ardhur këto vende të lartë këtu, nëse sillemi mirë, edhe jemi shembulltyr, do thot edhe populli jon atje çka është, do thot ka mund njoft për popull do thot besnik, me virtyte të mira, me virtyte të lata. Po nëse sillemi keq, do thot edhe ai populli jon atje çka e kena lënë, edhe me pas burrat mirë mesin e atyre, për shkak që ti nuk e kanë prezantuar, do thot dallash. Do thot çka ke do thot bëhen këçi atje. Ashtu që si më shka e përmendi Molla Bekiri, pa të vras do thot me vizitu disa musliman në Zvicër, e për të do thot edhe një hoxh, i cili do thot është imam i Cerihit, e një prej obligimeve dhe detyrave që ka i kishte në vetë xhamisë, ishte do thot edhe ligjërues në burgin e Cerihit, Edhe ai po tregon një sen. Do thot mas shumë ti burgos, çka pas ka do thot në Cerih, janë shqiptarë, për fat keq. Çka? Do thot mas shumë ti burgos, ko kanë shqiptarë. Edhe normal, dihet atje pse kanë hinë, do thot në burg, ose për drogë, ose për vrasje, ose për vjedhje, ose për punë të thotë të cilat janë më të liga, të cilat do të bëhen darkë një musliman pi atyre veprave apo atyre punëve. Për atë arsye pra, muslimani e ka për obligim, kudo që është, pa marrë parasysh, kudo që është, duhet me pas një sen për para vetit. Çka që Allahu Dhul Xhelal ekziston, edhe që ai është i cili t'i shkruan ti veprat e mira, edhe ai është t'i shkruan ti veprat e këqija. Për atë arsye pra, tregohet në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pas ka ardhur do thotë Xhibrili më mësoi fejen, shoqët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka vetën, ka thonë a ban më kallzu ti mu çka është devotshmëria. Ha? Më thonë njeri i devotshëm, i pas ka thonë do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, en ta'budallaha ka'annaka tara. Me i bëu do thotë ibadet Allahut sikur se me pa. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Po ta dish ti nëse nuk mundesh me pa Zotin, Zoti është ai i cili të shef ty. Edhe ne pra si musliman e kemi për obligim që kudo që jemi, edhe kudo që sillemi, Zoti na shef. Në hadithin tjetër ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka lip një këshill për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Ki frikë Allahut kudo që ti jesh. Do thotë kudo që të shkosh, në sipërfaqen e tokës, do thotë ki frikë Allahut. Pse? Sa Allahu kimi dhon llogari. Nuk kimi dhon llogari as Hasanit, as Hisenit, as Gjermanit, as Turkit. Po kujna llogarinë përfundimtare kimi ia dhon kujna Allahu Dhul Xhelal. Por Allahu Dhul Xhelal, secilit prej neve ja ka vënë ka dy melek.
Nja ka unë e gjatë, nja ka unë e shpaj. Edhe ato dy melaçe do thotë ti shkruajnë veprat e tua të mira. Qatë moment që ti e ban një vepër të mirë, ai minhet ta regjistron. Hiç nuk e le me shku pak më tani. Po qatë moment që e ban një vepër të keqe, nuk ta regjistron, po ta man men. Nëse e ke bo ditën prit tek te ti në akşam, helbet mos mi bjen pishman. E si ti bash pishman, nuk ta regjistron hiç. A si mos ti bish pishman, ta regjistron. Sa ta regjistron një me një. A kur e ban një vepër të mirë, ta regjistron një me 10, disa një me 20, disa një me 30, disa një me 700. Ha? E do vepra shka bohen bashkë për Allahu, na kupton? Ato veç Allahu i din që i regjistron. E dash këto melaçe, të cilat do thotë i regjistrojnë veprat e tona, me konë që e bojnë edhe një vepër natën, edhe na presin tek një sabah mos u bën pishman, nuk na regjistrojnë hiç si të bëhemi pishman, por nëse nuk bëhemi, e regjistrojnë një me një. E njeriu në këtë dunjë shpesh herë i bën për avaki, sidomos këto që kanë gurbet këtu, kur shkojnë do thotë me morë shëtësien, a ja përmend, filan datën e ke bën filan gabimin, filan datën e ke bën filan hotelën, filan datën je përlau me filanin, filan datën se ki pagu filan porezin. Ai ka kejt për ti maj kanë vend. Pa ti maj në se i ka të registru me të thotë ato gjona. Do thotë, kur njerëzit mundohen këtu, këtë vend do thotë me të registru gjonat edhe ti me pas një dosje, çka po mendon bra? Kur dash përpara Allahut të xhelal, çka më kon dosja e jote me veprat e tua të cilat i ke bën. Por Allahu e ka çat mirë, çka nëse bëhesh musliman, do thot llogarin që më dhon veç ti përpara Allahut, nuk përzit kush hiç. Ja, po e dyta çka, nëse kërkon edhe falje për çato gabime të cilat i ka bën, Allahu nuk ti përmend. Nuk ka sikur na ke dunjë. Ja keni s'mu fal, hajde për mos e vazhdo ti mu fal, ti ofti kush e ka. Ti e ka pianica më e madhe, ti e ke bën, çeta e ke bën çeta. Allah s'ti përmend këtë. Po na shka jemi të lig edhe dop, kur zatet me tani vllahut tonin, kur e po e shoh se a drejtue, atëherë ja përmend atina të kaluam. Çka ka bën ai? Do thotë ti e kon filani, e kon filani, e çta ja keni s'mu fal, ti kishe meja kush mu ke bën. E Allahu nuk ka çështu. Allahu atina i kosh mi fal. Nëse ti ke bën tobe dhe pishmandik, ti fal, po le që ti fal, as nuk ti përmend, hiç, do thotë sikur mos mu paskon hiç. Inshallah Allahu xhelal na fshim gabimet tona, edhe na bën për atyre që kur dalin përpara mallënisë tina, mos me dalin pyetje hiç, po me hinë xhenet do thotë pa llogari dhe pa pyetje. E kush janë ata të cilët hinë xhenet pa llogari dhe pa pyetje? Ha? A janë çato që jetojnë çape? Ha? Ja. A janë çato që jetojnë në Medinë? Ja. A janë çato që jetojnë në Kosovë? Ja. A janë çato që jetojnë këtu të në Finland? Ja. Por ata kush janë? Ata janë çata njerëz të cilat i kanë disa cilësi. Të cilat cilësi Allahu xhelal i ka përmend në këtë sure. Në fillim do thotë në 10 ajetet e para. E çaj i cili i ka çdo cilësi, është për banorëve të xhenetit, është për atë me të cilët Allahu xhelal është razi, inshallah Zoti na bën për këtë. Ata do të mundohemi me shpjegue shkurtimisht ato cilësi me pa vetin e vet. Se secili njeri, nëse don me pa vetin e vet, edhe një herë do thotë duhet me mat vetin. Sukur shka i mat lakillet e tona. Kur trashmi, hajde vallë, çete këto. Traka ti po ta pash 100 kg, mashallah, kush na trash. Çka duhet me vallë vallaj shumë, do të shpëro zajta, nëse je bon shumë. Po, je koni smut, del në vallë aty, do shmi pas ti për shembull 100 kg i ki 50 kg vallaj disht, do shmi humbë bukse, do të bëjnë punë. Çka? Do thotë mishin ton, edhe kocit e ton, edhe gjakin ton, mujna mi mat. Po edhe imanin ton, edhe punë të hajrit mira tona, mujna mi mat, nëse dojna mi mat. Kanarin e kina për para vetë, që kja kanarin? Do thotë kush do mi mat punë të veta që e qëtë koroni ka një naon, edhe punë të veta i qëtë ka stranë. Mini herë e merë vesh rezultatin se ku i ka punë. A i ka punë të mira, i ka punë dallash. Por çka, a i ke po të një kush ka shumë kile. Pi i natit, ku të thush hajde në vakë nuk dënë me hi. Pse? Se i thënë mashenej, ha? Rashavat, ha? Që i thënë të ase të përlet, ase të lumë, ose vasisht çfarejnë në këtë. E për ata sy po, për ata sy të thotë hiç nuk hip në vallë. Ama puna pse nuk hip në vallë, aja preshon, aja nal kivet atina, ose aja ban mazak, nuk e ban. Çështja e njëjta është edhe me besimin tonë. Na nuk dojna mi mot veprat me Kur'an, edhe me Sunet.
Ama ato janë, ato njerëzit i shohin deshte apo nuk deshte, do thotë, ato janë. Për atë arsye pra, muslimani i mirë, edhe muslimani shka i ka frikë Allahu dhul xhelal, ai mat veprat e veta, sikur shka i ka mat Omer radiallahu anhu. Omer radiallahu anhu e ka pas një parollë në gjithë aty te soba e fjetës. Sikur na shka i kena në gjithë ta për shembull xhamia ato se tani ajet kranor ose tani sen, ai ka thonë, "Ma ba fa'alta al-yawm li rabbika ya Omer." Çka bën ti sot për Allahin tan Omer? Do thotë ti për Zotin tan, sot çka bën? E secili prej neve do thotë mundet shumë mirë me kallëzu për Zotin e vet, çka ka bën, edhe ai ka kryer obligime. Për atë arsye thotë Allahu dhul xhelal Kur'an, "Qad aflaha al-mu'minun." Kan shpëtu janë portalis për zalmin e xhenemit besimtar. Kur e përmend Allahu dhul xhelal çet fjalën "qad" e ka me qëllim dhe me keqin me vull për një me kanë shpëtuar këta. Janë portalis. Kush janë ata njerëz të cilët janë shpëtuar? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Çata njerëz të cilët në namazet e tyre janë të devotshëm. Shtahi do thotë puna e parë, çka po dalloj ka muslimani prej muslimanit, kush është namazi. E tash parashtrohet pyetja. Tepër mollaferit, sot e falë namazin. Valla e falë po sabahin diçish më ka përcej. Mi një herë një kjekë sa vëtër. Po mira po vëtër. Mi fali falave, po kur e fala po vëtër diçka dreken e dallashita se mend më shkun dikun. Po edhe akshomin e kun falë, po në akshomin e vëtër diqysha vëtër e harrova një sure. Qka? Do thotë edhe namazet tona të cilat do thotë në i falmi, ani nuk jemi do thotë përqëndrum në të. Mend nuk i kena bash tamam namaz. Po falmi, po mend pale ku na shkojnë gjatë edhe në shmaj. E shpëtu kush janë? Ata të cilët e falin namazin, po le që e falin namazin, po dhe janë përqëndrum të thotë namaz. E na mos mushmi më konë të përqëndrum namaz, bile si numër me bon tamam. E tash parashtrohet një pyetje, cili prej neve, prej momentit kur ka hinë bilik, e ka bo llogari, a i ka falë namazit tamam, apo nuk i ka falë tamam. Shumë letë është kjo puna këtë. Unë e sot i kam 14 vjetë. Piku kum hinë bilik, do të mi pasboha që ka që namazin, që ka që sabaha, që ka që reqatin, që ka kretë, do të thotë shumë letë matematika bohën. Do të thotë një digital një tjeshtë edhe një herë banë. 42 herë 356 ditë sa i ka vit, një herë 5, një herë di se sa namazit i sa nuk i. Kjo do të thotë shumë letë, do të thotë për me ditën, a i ke pas do të thotë punë tamam, apo nuk i ke pas punë tamam. Po nëse nuk i ke pas punë tamam, pse? Se si ke pas mend me veti. Se mi pas mend me veti, i kështë mos e është dhe Allah i ty momentit kur ke hinë bilik. Po të ka nalë mend mas 50 vjetëve, mas 60 vjetëve, ose mas 30 vjetëve. Elhamdulillah shka të se dikujna si vinë heq, të thotë vdek pa mend, vdek pa hinë bilik heq, a të thotë Allah i naruj. Po qatë moment shka të vinë, atëherë do të thotë një sen me bon. Qka është aja? Do thotë, o Zot, unë me që ki robi jot i zajfti, i lishti, i keqi, qaj shka se manë besën heq, o Zot, unë që ki shka mi kënon të anat mira, ti, kënon me mene, me shnete, me lirije, me kaket, u habita mas dunjoj se nuk të ras të ishte, po një besë për ta jap, një besë Zotit për ta jap, që pi Zotit mo, asë nga nuk e lon. E Zotit i më shonë x atyre, pra, ta. Edhe pi qatë dikt janë ishtë me logarit. A ina na që të burat të cilët mujna Zotit me adhon një besë, edhe me thonë, o Zot, pi Zotit, që unë e sot e mësova që të punë, që pas këmë logarit timu për namazin tem, unë e pi Zotit mo, du me falë namazin e mos pelon asë njëherë. E qiki, i cili Allahit jep që të besë, së ku shka e ka thonë besën, që i katonari kër ka dojë për para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kër ka thonë, shka lip Zoti për me, ka thonë Zoti për te lip 5 herë ditë më falë. Ka thonë, veç 5 hera po, asë nuk i shtoj, asë nuk i pakoj. E kër ka shkuj, ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kja për valorëve xhenetit nëse e manë besën, nëse e manë fjallën. Edhe na pro, nëse e mojna besën, edhe nëse e mojna fjallën, që 5 herë ditë mi moj vadet Allahu dhul xhelal, inshallah jemi për atinve shka kemi shpëtu. Për atë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el ahdu bejnena wa bejnehum es-salat. Ajo premtimi jon, të cilën do të thotë ja kemi dhënë Allahit,
mes neve dhe mushrikëve çka është namazi. Çaj i cili e fal, do thot a shpëtu. Po çaj i cili nuk e fal, Allah e Allah fal. Inshallah Zoti do thot na ruan prej atyre të cilët janë dalë prej namazit. Për atë arsye po namazi është elementi i parë shkalipët të cilësitë e muslimanit. Pastaj çka thot? Walladina hum anil lagwi mu'ridun. Çata njerëz të cilët do thot largohen prej fjalëve të shirkut. Nauzu billah. Edhe prej fjalëve hajgare që janë me dinin. Do thot prej fjalëve të shirkut edhe prej fjalëve që janë hajgare prej dinit. E disa prej dietarëve në Islam të cilët e tjerën botë do thot këta jetë kuranor, thonë prej secilës fjalë, prej të cilës do thot nuk ka dobi. Ha? Do thot të cilët largohen. Po ajo kryesore çka do thot më largohet do thot prej shirkut edhe prej hajgare. Çka do thot hajgarja? Ashtë një ajet kuranor. Por thot Allahu dhul xhelal xhehenemlive, inshallah Zoti na ruaj. Prej tyre. Thot ma salakakum fi saqar. Çka ke sebeb ju që erdhët në xhehenemin saqar? Do thot xhehenemi ka disa emra, disa lloje xhehenemia. Një fjalë më më të këqive është do thot çiki xhehenemi saqar. Edhe ka bivet ju pse erdhët këtu? Çka ke problemi juaj? Kanë më thonë, qalu lam nakum min al-musallin. Thot nuk jena kon pi atyre që ka bojnë namaz. Do thot sebebi kryesor me hin xhehenem në udhu billah është mosfalja e namazit. Masën e çka e dyta çka përputhet do thot me ta, se fjala e Allahut me vetë do thot përputhen. Thot wa kunna nakhudu ma al-khaidin. Ha? Edhe kena pas bëj hajgare na me ato çka e mojnë fejë. Për atë arsye pra me mojt fejën është një burdi e madhe shumë. E ku ta mojsh një fejën, ta di se plot njerëz i kanë me bëj hajgare me ti, çfarë budalla. Po pirën më abdes në këtë ftoftë, me mardhëj vetë vetin, edhe me të rali kura për ftofti, ta këta. Dikush ban hajgare. Ose ti bjerë zezë me këshishës paska që të sen ki vesh ma po bajnë kanë plesni. Pa ta është për ti me bojnë shtërime, kër e ka një ri, mi bojnë mishica. Ti ban zezë, na i ban hajgare me ti, këta. Ose ti agjinon, a i ban hajgare me ti. E që kjo do thot a i shirki, apo që kjo do thot ajo hajgarja, me të cilën do thot njëri shkon në xhehenem, inshallah Allahi do thot në harun prej tjetër. Do thot besimtari, i vërtet është ai i cili e fal namazin, edhe nuk ban hajgare me punë të dinit. Nuk ban hajgare me punë të fesë, po çka thot muslimani? Sami'na wa ata'na. O Zot, na e ndëgjum fjalën tonë edhe e respektum. Çka musliman tamam, i cili ku ta dëgjon një fjalë të Allahit, e ndëgjon edhe masën e hakat do thot min herë veshtin praktik, do të respektu. Walladina hum liz-zakati fa'ilun. Masi që kryet do thot puna e namazit, edhe puna e hajgarës me fejen, atëherë do thot vjen te puna e zakatit. Për çka vjen te puna e zakatit? Për atë arsye se këtë pasuni të cilën do thot Zoti na ka dhënë, edhe kur e fitojnë dyqysh me një njerëz të madhe shumë. Me mundime, me frikje, bunova çati. Do thot se cilën punë do thot çka ta punojsh, ani me vështirësi. E mase kur e fiton, dyqysh dhimën, do thot me harxhu. Edhe për shpirtin tan, ani dhimën. Ki që fakton mi palu atje helvetë se mos më të harxhitë. E tash kur për ty e dhimën, për çfarë kanë dhimët hala më tepër. E për atë arsye që do thot muslimanit ju dhimët, atëherë Allahu dhe Xhelal e ka bërë me dije. Çka? Do thot se do të dhon zakatin. Po sa do të dhon zakatin? Unë ti kam dhënë ti 100. E që ato 100 shka të dhashkën e prej ti e për lipi, sa 2,5. S'po të lipi shumë. Do thot 100 ti ku dhon, a 2,5 do thot po të lipi. E që do 2,5 do thot janë obligative, apo janë farz, që muslimani prej pasurisë vetë çka e ka, pa marrë parasysh është altana, është para, çka e ka do thot 2/5 do thot duhet me dhon. E çaj shka jep më shumë, inshallah Zoti ja shton. E pa dyshim do thot se çaj i cili jep për hir të Allahut dhe Xhelal, Allahu është ai. Mas kësajna, mas pasurisë çka vjen? Vjen një sen çka i thojnë eksh. Inshallah Zoti na ruan. Prej sana, thot walladina hum li furujihim hafidhun. Thot besimtar janë ata të cilët i ruajnë pjesët e turpshme
të tënve. Do thotë besimtarë janë ata të cilët i ruajnë pjesët e tërshme të tënve. Për ata arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush më siguron mu dy sene, unë ja siguroj atij në xhenetin. Ka thonë që ajo që është mes dy këmbëve, edhe që ajo që është mes dy buzëve. Mes dy këmbëve edhe dy buzëve. Ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, o i dashmi Zotit, unë që ajo që mes dy këmbëve për marr vesh. Po që kjo mes dy buzëve, për gumën çfarë peshë ka guma. Ka thonë Allahi ti falë kusurët, sikur çka thoi kana. Ka thonë, a nuk e ke pasë njeri do thotë me gojën e vetë fol një fjalë kufrit ka hin xhenem, ne unë di. Ka thonë me gojë fol fjalë këqija, fol fjalë kufrit edhe hin xhenem, ne unë billah. Ndërsa me pjesën tjetër e cila gjendet do thotë mes këmbëve, njeri do thotë e pason epshin e vet, e bëhen se vet do thotë me hije ku në xhenemin e Allahut, Allahu na ruaj. Për ata që muslimani e ka për obligim mi rujt pjesët e tërshme të tina edhe mu largu do thotë prej amoralitet. E pastaj, duke pas parasysh se kjo punë e ka falë Zoti, do thotë epshin, Zoti e ka falë, se të ka mujti me të kriju super me laqet, çka s'ka bo as djem as shika, edhe nuk kanë epsh keqa këtën. Po të ka bo me epsh, e masi të ka bo me epsh, ta kalon një vijë, edhe ta kalon një rrugë, ta kalon do thotë një vendim. A ke po ajo, që shme thonë, tenda e madhe sa ashtë, thënë pika mushet busin. Ama kur mushet busin, mësme pas ku model, shka bon, shpërthaj atë kejtë, edhe prishet, do thotë bon, do thotë, që shme thonë, apëtën, vërshim. Po edhe rrota si e rrot, fryhet, po e ka granice se sa do thotë mundet mu fry, e ka kufini se sa mundet mu fry. Edhe qka, do thotë e ka një ventil ati, qka do të mjashtruhe, do thotë ajrin, se sa do thotë ka drejt mu fryje, se s'ka drejt do thotë me u tepruhe. E për atë arsye do thotë këtë punë, Zoti e ka krahasu do thotë epshin, sikur me thonë për shembull një tenë që ka mushet ujë, apo edhe një ballon, por i ka kallzuar edhe kufinin se sa ka drejt do thotë me shlu ujë, edhe sa ka drejt do thotë me shlue ajrin. Për atë arsye thotë illa ala azwajihim, me përjashtim atyre të cilët do thotë epshin e shkryn te gratë e veta. Do thotë t'ja ki epsh, po, martoh. E kur të martohesh, do thotë e shkryn epshin do thotë te gruaja jote. Për atë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ma'ashara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, o ju rini, kush ka mundësi prej juve me u martu, let martohet. Kush ka mundësi për juve me u martu, let martohet. Masën e shka ka thonë? Ka thonë, po qaj shka nuk ka mundësi me u martu, qka të banë, let banë Ramazan. Let banë Ramazan. Pse? Se Ramazani është një prej elementeve qka e ullë do thot epshin të njerëju. Edhe njeri kur është me Ramazan, barkin e ka unë, edhe është i jetëshëm, e kur është i unë edhe është i jetëshëm, do thot nuk i shkon mendja do thot për çka? Për epsh. Po, ma e mira çka është? Ma e mira është do thot me u martu. Pra ta që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka dëgjuar do thot rastin atinve të cilët i kanë pa punë të veta, vogla ka thonë nuk martohna hiç. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na jena pejgamber, por ne edhe martohemi. Po na jena pejgamber, po na hajna edhe agjilojna. Po ne jemi do thot pejgamber, ne jena do thot edhe do thot falemi. Ashtu që do thot puna e martesës është obligim prej Allahut dhul xhelal, për ata që pra muslimani e ka për obligim me u martu. Edhe e ka të lejuve do thot me u shkry me gratë e veta e u ma meleket e imanuhum, apo që ato që janë në sundimin e vetë. Kjo në sundimin e vetë akon do thot në kohën kër ka pasur rëbnesha, nësa sot do thot nuk ka rëbnesha, ashtu që nuk kemi nevoj me spjegu shumë lidhje me këtë punë. Pastaj shka thot, femeni btega wara e dhalike fe ulaike humul adun, e ata të cilët mundohen do thot, që epshin e vetë me shfryz në mënyra të ndryshme, këto pra janë që i kanë bo zullum vetë, që to janë do thot që i kanë bo zullum vetë. Këtë zullum do thot shumë mirë po e shohmi. Ne do thot që po e shohmi këtë zullum, po edhe ato hajgareqit batë mojtë tonë që ka janë,
edhe ato janë të folë do thotë për këtë punë e zullumit. Ndoshta i keni pa ato humorat e stupcave. Ato kur fol me xhalin e vet, ku je filan venin. Po hajde të shtëpia se ta kom gjetë minun se oj nona ato ka rasida, po ani vera edhe çat sidën. Sa nuk e di se çka sida, kupton. E kjo puna e sidës, edhe punë të tjera, smundjeve, të cilat do thotë paraqiten në botën bashkëkohore, sebepi kryesor është mos përfillja e këtij ajetit kuranor. Se këtë sa musliman edhe njerëzit i kanë përfill do thotë këto urdhna të Allahut dhul xhelal. Se ki urdhën nuk ka veç me Kur'an, po ky urdhën është do thotë edhe me fe tjera. Desh me fenë krishtere, desh me fenë hebreje, desh me këtë fetë e dunjore që janë, do thotë ki urdhën është që muslimani apo besimtari me rujt vetvetin edhe mos me shku në amoralitet. E çaj i cili e ka përcen do thotë këtë kufi, mas përheri ka bo zullum vetvetit në dunjo, po henez zullum vetvetit kur del përpara madhnisë Allahu dhul xhelal, inshallah Allahu dhul xhelal na ruaj. Thot walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Besimtarët të vërtet janë ata të cilët do thotë mundohen me i rujt emanetet edhe me i rujt premtimet. E emanet më i madh për neve se sa Kurani nuk ka. Do thotë që ki Kur'an është emaneti më i madh, të cilin Kur'an Allahu dhul xhelal ka dashur me ia dhon kodrave e kanë refuzuar. Do thotë Allah e kodrave kanë dashur me ia dhon, a kodra sa është e madhe sa e fuqishme, e se ka pranu do thotë këtë emanet. Kush e ka pranu? E ka pranu do thotë njeriu. E masi që e ke pranu do thotë këtë emanet për Allahu dhul xhelal, atë do thotë dush me rujt edhe me moj do thotë besën. E rujtja e emanetit çish është vëllezër? Allah ta ka bën nasib do thotë në arpin e vendit tan ku 90% janë muslimanë. Në një vend ku asnjë % nuk janë muslimanë. Do thotë çet emanet të cilët ti e ke marrë. Kur vjen dikush edhe vet ti, çka me kjo punë? A kjo është Islami, që ke rregulla çështo ose që kjo puna çështo. Të cilin emanet për fat të keq, ka ndonjëherë edhe hoxhallar, të cilët kanë tituj, edhe kanë shkolla, ani pe shkelin e nuk e çojnë tamam. Po bisedojnë do thotë me disa vëllezër në Zvicër. Edhe ishte bo muhabeti do thotë i Shaminës. Gjosh ka një dunjo e din se Shamia është bardh. Mbulesa është bardh. Do thotë nonat e tona, e gjyqet e tona, do thotë këtë janë po me Shamia. Nuk ka pas asnjë do thotë pa Shami. Po leçi me Shami, po me Ferexhi janë kona këtu. Ka burra këtu që e marrin men edhe Ferexhin këtu. Nëse na nuk e mojnë men, ama flesht janë. Do thotë çka e mojnë men do thotë Ferexhin. E tash hoxha i cili ka kryer edhe fakultet, edhe e din shumë mirë çka është kjo punë, për mja bo qefin atina ligjit Zvitrës, çka jo, kjo është vetëm një kulturë islame. Pse me peshtremon dinin e Allahut? Pse peshtremon emanetin çka Allahu ta kalon për mi qafën tonë, kupton? Ti nëse nuk mundesh vetë me mbaj, edhe nuk mundesh vetë mi dal Zot, mos e shtremo fjalën e Allahut. Se prej gjunoheve më të mëdha çka është me shtremu fjalën e Zotit. Do çaj, çka mundohet me shtremu fjalën e Allahut. Edhe çet amenet çka ne ka pru Zoti, nuk i ka dhënë tamam, kjo është prej gjunoheve më të mëdha. Për ata thirr pra, na, në kofshmi do thotë edhe gjunaçat më të mëdha, edhe në kofshmi do thotë belaxhit më të mëdha. Kur dikush na i vet neve dinin ton, do të thonë ç'ço, ç'ki dini jona ç'shto, edhe ç'shto, edhe ç'shto. Po na pse jemi të këqij, edhe pse jemi të lig, edhe pse jemi do thotë pa shpirt, edhe pse jemi të pangopur, i bojnë keq të belaja ama dini jona ç'ki. E çaj i cili e tregon, do thotë dinin tamam, do shta fjala jote bëhet sebeb që dikush më udhëzu. Ama kur e shtremon ti dinin, edhe e ka dhënë do thotë keq, atë do thotë këta e punë të kam shkuar, keq inshallah Allahu dhul xhelal na ruan. Edhe nuk na ban për atë që ka shtremojnë fjalën e Allahut. Por inshallah Zoti na ban për atë çka ket emanet e ruina, edhe ket premtim e çojna vend tamam çuçi ka përmen Allahu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Pastaj çka thot? Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Shisho, e nisi me namaz, edhe apet të cilësitë e besimtarit për vitis me namaz. Ati tha që ato çka e falin namazin me frikë, a këtu po thot që ato çka e rujt namazin e vet. Qysh është e rujtmia e namazit? Sabahi të risa falet, po dhe e falet të risa ati në 4. A i mundohet apëton mësë të ka përci 4 shqip. Po dreka
sa falet, po falet prim një tek të satin pensh. Mundohet mos mi ka përci penshi. Po ikindia sa falet be, po vallai të shkon tek të satin 10. Ai mundohet mos mi ka përci 10. Po akşam sabe, vallai spiz janë spi satin 10. Tek të satin 11. Mundohet mos mi ka përci 11. Çka çikja shaj i cili e ruan namazin e vet. Edhe nuk e lën do thot me i kalue prej kohës të cilën do thot Allahu dhul xhelal ja ka përcaktuar. Me përjashtim të kujna, me përjashtim çatinve të cilët do thot kanë obligime apo kanë smuje apo kanë udhime. Sikur ka qenë rasti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur në një luftë nuk mujti me fal drekën as ikindin. E erdha akşami, kur erdha akşami atëherë fali drekën e ikindin, e pastaj e fali akşamin e tha: "Shaghaluna shaghalahumullah." Ato sot neve na zunën, Allahu i zaft ata. Allahu i zaft ata. Do të bëni dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ja morën kohën e nuk mujti Allahu dhul xhelal me ran sejdë, edhe nuk mujti do thot me rujtën kohën e namazit, të cilën kohën e namazit e ka për obligim muslimani me rujt. Ulaike humul warithun. Çeto njerëz të cilët i kanë çeto cilësi. Çeto janë trashëgimtar. Trashëgimtar çka do të thonë? Trashëgimtar është unë për shembull që telefoni ku mbledh me parë. Ki telefon kushton gjys milion euro. Për shembull, po thojmë. Çat moment që unë vdes. Ku i nei takon ki telefon? Ha? Pasarsi tem, do të djali temi takon. Ha? Çiki djali jam, çka është trashëgimtar. Do thotë deshta as deshta unë. Unë s'kam qef do shta hiç mi ama, unë kupton. E se meriton hiç, a kupton? Po çka? Për fat keq ai kam i mua, okay. Çka unë e lëm për mas veti, ai i merr. Po ka doni herë do thotë i merr me qef, ka doni herë do thotë i merr me zot. E këtu do thot jemi trashëgimtar. Po shka me qef. Çai shka i ka çto vepra, do thot është trashëgimtar. Do thot çatina i takon, çka i takon, do thot xheneti firdaus. Alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Çeto njerëz të cilët do thot i kanë çeto cilësi. Cilësinë e namazit. E kanë cilësinë mos me fol shirk. E kanë cilësinë me rujt vetin e vet. Pra amoralitetin, e kanë cilësinë për me dhonë zeqatin, e kanë cilësinë me majt emanetin, e kanë cilësinë me nejt gati punëve të namazit, që to janë ata burrat të cilët do thotë, ju është bo obligim, ju është bo obligim xhenetul firdausi. Ndërsa xhenetul firdaus është xheneti më i lartë, prej të cilit do thotë ja rrjedhin lumej edhe shkojnë nëpër xhenete tjera. E në xhenetul firdaus është veni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i pejgamberëve, edhe i burrave sinqert, edhe i dëshmorëve, edhe atyre të cilët kanë bërë vepra të mira. Elus Allahu dhul xhelal, më kon për atyre çka jemi prej burrave sinqert, çka bëjnë vepra të mira, çka kanë më kon shoqëni me pejgamber, edhe me dëshmorë për ata me ata të cilët do thotë jetën e tyre kanë dhënë për hir të Allahut dhul xhelal. Inshallah Allahu dhul xhelal na fal gabimet edhe na ban për atyre me të cilët Allahu është razi. Edhe sa Allahu dhul xhelal me na ban për atyre që i kanë të cilësi. E nëse i kemi do të thotë të cilësi, atëherë do thotë jemi inshallah trashëgues të xhenetul firdausit. Inshallah Zoti na ban nasip. Unë me kas përfitoj këtë ligjëratën teme. Duke bërë dua, edhe duke shpresuar që s'ka na keni kuptuar çfarë dashka e kemi folën. Do që e kemi folë, inshallah jam mësim mas pare edhe për shpirtin tem, pas edhe për shpirtat e juj. Inshallah Zoti na udhëzon të hapë edhe ka e vërteta e ka drejta. Na ban për atyre që mundohen me i praktiku fjalët e Allahut, edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.